Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu, i cili ka qenë njëri ndër protagonistët e fundit kryesorë të politikës shqiptare në mashininë e veriut, ishte i ftuari i radhës në emisionin Debat në Shenja, me të cilin janë shjelluar një sër temash. Ajo se çfarë është aktuale është pikërisht edhe ndarja me Arben Fetajin, të cilët të dy u larguan nga Aleanca për Shqiptarët për të mbetur në qeveri së bashku me koalicionin Vlen, por duke pretenduar se ata janë ASH. Ndarjet e fundit nga Fetaj, Aziri e quan ndarje për të bashkuar. Aliu tha se Vlen është bërë akademi politike për bashkim të partive dhe për krijimin e strukturave monolite. Pra edhe njerë, potencoj nuk është ndarje, është bashkim. Pse insistoj në fjalën bashkim, për shkak se edhe njerë them, unë jam inxhinier dhe flasim me fakte. Ju e dini që sot në strukturën e Aleancës për Shqiptarët në Vlen, leqe nuk largohen njerëzit nga Vleni, por bashkohen edhe antarë të Aleancës për Shqiptarët që përkohësisht ishin në struktura tjera. Aliu nuk u tregua as pak i përmbajtur edhe për ish kryetarin e tij, gjëgjësisht kryetarin e ASH-s Arben Taravari, duke komentuar deklaratët e Arben Taravarit të dhëna në emisionin Debat në Shenja se Azir Aliu i takon krahut të Adnan Azizit, ndërsa Fetaj krahut të Izet Meqitit, dhe se betejë e tyre është që të fitojnë pozicionin e Vlen. Aliu tha se këto deklarata bëhen me qëllim krijimin e parçarjes në Vlen, duke shtuar se me këtë qasje Taravari do të mbetet e vetë dhe do të jetë nënkryetari i dytë i BDI-s. Ky narrativ edhe njerë për fat keq, për Taravari dhe për fat mirë për neve, bën që antarët e Aleancës për Shqiptarët që momentalisht janë në strukturën e Taravarit të vinë këndej. Për shkak se të çbësh dhe të shumëzosh me zero energjinë dhe forcën dhe vlerën që ta ka dhënë një antar dhe sot politikisht nuk jenë në linjë të njëjtë me kështu narrativi, nënkupton dhe tregon shumë për profilin e këtyre politikanëve të vjetër tani më, që do shkojnë në histori, politikanë të cilët sot janë me ty e nesër bajnë se nuk të njohin. Ministri tha se kur e dëgjon Taravarin e kthen fotografinë para 20 viteve, atëherë kur si tha Ali Ahmeti fliste për bashkim ndërsa punonte për përçarje. Pa precizuar kur dhe si do të bëhet të Vleni një parti, Aliu tha se kjo pritet të ndodhë sa më shpejt, pasi si tha ekziston vullneti për një bashkim të tillë.